Mirëmbrëma të nderuar shikues, jemi sot në bisedë me Olsi Azgjiun, I cili flet nga Malezia nëpërmjet internetit. Para se të filloj bisedën e tem mbi gjeopolitikën dhe aktualitet, do të dëshiroja të kujtoja të gjithëve ju që preferoni emisionet e kanalit ton, të bëni subscribe ata që ende nuk I kanë bërë dhe kanë haruar. Dhe njëkohësisht dëshiroj të falenderoj para se të fillojmë emisionin të gjithë sponsorët e emisionit tonë që kontribojnë për ecjen përpara të këtij emisioni nga ana financiare. Këtu kam edhe ujërat dhe produktet e tjera të ujit Lajtiza, të cilat I shikoni këtu, dhe këto janë ato të reja të cilat siç I lexoni dhe siç I shikoni janë bërë shumë konkurruese në treg dhe kanë cilësi qoftë në amballazhim, qoftë në përmbajtje. Dhe këta mund ta konstatoni shumë lehtë në qoftë se I përdorni. Olsi, mirëmbrëma. Mirë se më ke ardhur këtu në emision, në Okult. Si gjithmonë bisedat me ty ngjallin debat. Ne së bashku këtu mos kujtoni se Olsi është I vetmi I ftuar, jam dhe unë I ftuar. Se ka shumë njerëz Olso që më thonë mua pse flet ti dhe komenton ti. Ja u kam shpjeguar që unë nuk jam vetëm moderator, që për këtë shkak më jepet e drejta të kem ndoshta edhe ndonjë çik kohë më të tepërt me pyetjet e mia, se asnjëherë pyetje të këqija nuk ka dhe I bëj gjatë emisionit për të nxjerrë më të mirën e bashkëbiseduesit, por unë njëkohësisht jam edhe I ftuar në emisionin podcast, se ka shumë njerëz që ende nuk e kuptojnë këtë, që për të mos mbajtur kamera më shumë në këto kushtet që kemi ne të podcasteve modeste, për të mos mbajtur dhe të ftuar me rogë, me kamera, e bëjmë shumë të thjeshtë ku unë bëj edhe pyetjet, jam edhe bashkëbisedues në tryezë. Dhe ka dhe njerëz të tjerë që ndonjëherë në mungesë të argumentave edhe ofendojnë nga këta Facebooksat e nga këta me pseudonime që janë njerëz ordiner dhe që nuk kanë vend në fakt në podcastin ton, sepse në I burë që të më ketë sharë mua në sy nuk ka, se kam bërë vetëm, po edhe nuk mund të më shajt do të kollaj mua njeri në sy. Këta me pseudonime janë për mua Fundërina dhe Sherepar dhe fundit që e them këtë argument. Olsi, desha të bisedoja pak për këtë temën e nxehtë të vizitës Edi Ramës në Izrael, për mbajtjen e tij të njëanshme dhe ato diskutimet në emër të popullit shqiptar, a thua se ai bëri ndonjë referendum dhe I mori mendimin popullit, shumicës së popullit shqiptar, se çfarë mendojnë në lidhje me situatën në lindjen e mesme. Sigurisht, Olsi, unë mendoj që pozicioni ynë me pozicionin e një pushtetari, do me pozicioni ynë që mund të diskutojmë mbi kredot morale të veprimeve dhe pozicioni I një shtetari ndryshojnë katërcipërisht, sepse politikat që bën një shtetar ndikojnë direkt në të ardhmen dhe në jetën ekonomike dhe në fushën e sigurisë të popullit, dhe një politikan në veprimet e tij është më pragmatist dhe ai ndikohet më pak nga kriteret morale në deklaratat dhe në anësinë e vet. Kjo duhet thënë, kështu ka qenë gjithmonë në politikë, dhe këto I thot më së miri Machiavelli, ke princit të cilat edhe ata që nuk e përkrajnë këtë libër, të gjithë ata që kanë qenë anti-machiavellist kur kanë qenë të rinj, që nga Frederiku I Madhi, Prusisë, Napoleoni, të tjerë figura të rëndësishme, e kanë mbajtur Machiavellin në një astek kur kanë marrë pushtet dhe I kanë zbatuar parimet e tij, qoftë në mënyrë intuitive, qoftë duke I mësuar. Pra kriteret morale që ne diskutojmë
janë shpeshherë si dy dreza të kitha me kriteret pragmatiste që ndjek një politikan. Por unë mendoj që kur ka përzim të vijave të kuqe të kritereve morale, një shtetar nuk ka mundësi, vetëm dy mundësi për të zgjedhur, pra ose plusin ose minusin. Ka mundësi dhe asnjanësin. Me asnjanësi ai ju flet të dyja palve. Ju thot, nuk jam kundër jush, duke heshtur, por i thot dhe jam pro jush përsëri duke heshtur. Pra mund t'i lozë të dyja kartat dhe ta ketë mirë si me viktimën që është ndëshkuar në një konflikt si që është ky rast i papar në historinë e njerëzimit, me sa diun ky genocid i të mërshëm që dhe Vasil Bulgarovratsi do ta kishte zili, që në historinë e luftës mes Bizantit dhe bulgarëve mbahet mend si ai që kur kapi bulgarët ishte perandori bizantin, 1 në 10 veta i la një sy, kurse të gjithë ushtarëve të tjerë të Kapurop ja u shkuli të dy syt dhe ju tha që ju që jeni të verbër do kapeni dorë për dorë me këta që kanë nga një sy për të kthyer prap në tokat tuaja dhe po ja u kurse jetën. Kjo është akoma dhe më makabre genocidi i jashtëzakonshëm i ushtruar nga ata që pretendojnë që ose që mund të jetë dhe vërtet, por që gjithmonë thonë kemi qenë të genociduar nga popujt e tjerë dhe kanë elaboruar atë teorinë e antisemitizmit, të cilën në fakt e kanë përhapur më shumë sionistët, ata që sipas teorive të konspiracionit ose teoricemve të konspiracionit, thuhet që krijuan edhe Holokaustin duke ndihmuar të vinte Hitleri në pushtet dhe mbas luftës në maj të 45-s, në 9 maj 45-s, e fshen Hitlerin në Patagoni midis Kilit dhe Argentinës, aty në San Barilokjo. Pra, edhe gazetat e ndryshme në botë, sidomos turket, gazetat Anadoli Ajans, më korrigjo Olsin qoftë sa bëj ndonjë gabim, dhe Daily Sabah, që janë gazeta pranë Erdoganit, kurse e para ishte agjensi shtetërore e lajmeve, kanë kritikuar Ramën për këtë vizitë, kur të gjithë po i shmangen vizitave, sidomos lider të ndryshëm evropian, po i shmangen vizitave kur gjykata ndërkombëtare kanë dënuar si kriminal lufte Netanyahu, i cili ka ushtruar të genocid ndaj popullit të Gazës, dhe megjithatë vizita e tij që ishte e pa justifikuar, por sidomos mbajtja e anësisë dhe justifikimi i genocidit për interesat të veta personale, është konsideruar si një politikë naive dhe po aq kriminale sa ata që kanë bërë genocid nga ana e Edi Ramës. Edhe nga këto dy shkrimet të gazetave të medjave pranë Erdoganit në Turqi është konsideruar si e tillë. Edhe në opinionin vendas, kjo vizitë nuk pranohet që Rama të ketë folur në emër të shqiptarëve, dhe shumë analistë e kanë konsideruar ashtu siç e thash edhe unë, që është bërë për llogari personale të dy njerëzve të kryeministrit Benjamin Netanyahu dhe të Edi Ramës. Benjamin Netanyahu e shiti vizitën e Ramës si një vizitë të një shteti europian, dhe Rama ka kërkuar shërbimet duke ju larguar globalistëve dhe ata që e ndihmonin për të qëndruar në pushtet nëpërmjet manipulimeve dhe korrupsionit të lartë, siç ka qenë Alexander Soros and Company, dhe sot që po ndryshojnë agendat e politikës globale, duke ndjekur
yllin polar të vetë që është presidentit Trump për shkak se Shtetet e Bashkuara kontrollojnë krijesën që Rama thot se krijova unë që spaku këtu në Shqipëri dhe nëpërmjet kërkesës për arrestimin e Belinda Ballukut dhe drejtoreshës së Akshit, institucion cilin e drejton Edi Rama, po i afrohen shumë Edi Ramës dhe Rama duke ndjerë vete në rrezik ka kërkuar që t'i afrohet presidentit Trump nëpërmjet një shërbimi që ai mund t'i ketë kërkuar Erdoganit t'ia bëjë. Si e mendon Olsi këtë ekspoze dhe këtë analizë që bëra unë për këtë çështje? Fjala për ju, Olsi. Jam pak a shumë dakord me konkluzionet që ju dhat dhe rezumen që ju dhat. Vizita e kryeministrit Edi Rama që ndodhi në Izrael ishte me demek me ftesë për të marrë pjesë në konferencën ndërkombëtare për luftën kundër antisemitizmit. Për Holokaust. Por me këtë vizitë jo, ishte kundër antisemitizmit, ky ishte titulli i konferencës. Dhe kuptohet që kur Rama shkoi aty e quan që të vizitoj Yad Vashemin, që është muzeumi i Holokaustit, dhe në orën 4 PM me Tel Avivin e quan që të vizitonte edhe Knesetin izraelit. Dhe ashtu sikur edhe Rama me mburrje ju mburr Sali Berishës dhe opozitës në Shqipëri, i tha këtyre provincialëve që drejtojnë opozitën në Shqipëri që unë jam njeriu më i rëndësishëm për Izraelin pas Donald Trumpit, se ata mua po më ftojnë që të mbaj fjalim në Kneset. Tani, kjo që tha Rama ka një të vërtet brenda. Dhe e vërteta është që prej fjalimit që mbajti Donald Trumpi, fjalimi i Ramës dhe ftesa e tij në Kneset nuk është diçka do si do. Kneseti izraelit, jo vetëm për faktin që izraelitët janë armiqësor me shumicën e vendeve të njerëzimit, por që ta ftosh dikë në Kneset dhe të mbaj fjalim është diçka që tregon që ky person ka shumë rëndësi. Dhe këtu është problemi më i madh që unë besoj që duhet të trajtojmë këtu. Në vizitën që bëri në Knesetin izraelit, Edi Rama u përshëndet nga Benjamin Netanyahu, nga kreu i Knesetit izraelit Amir Ohana, udhëheqësi i opozitës izraelite Yair Lapid. Tani, për shumë shqiptar që ndoshta vrasin mendjen atë orë çka ka bërë ky Edi Rama që thohet në Izrael, janë disa arsye. Unë e ndoqa me vëmendje si fjalimin e Benjamin Netanyahut dhe si fjalimin e Edi Ramës në Kneset apo në parlamentin izraelit. Në këtë fjalim që Rama mbajti, e para për personat që mund të studionin atë që quhet në anglisht body language apo gjuha e trupit e Edi Ramës, që Rama edhe pranoi vet gjatë fjalimit. Ai tha mua po më dridhen këmbët tha dhe i merrej edhe fryma. Se për Ramën, për një hajdut nga Ballkani, një ordiner, një person që jetën e tij e nisi, sikur e ka pranuar edhe përpara Antony Blinkenit vite më herët, si një paliktar i regjimit të Enver Hoxhës, ku sikur ai e ka pranuar përpara Antony Blinkenit, Amerika, Bashkimi Sovjetik dhe Izraeli konsideroheshin si armiqt më të mëdhenj të njerëzimit, dhe një person i cili është djali i Kristaq Ramës, që ka qenë një nga shtyllat e regjimit pro-palestinez dhe anti-izraelit shqiptar, të bëjë gjithë këto kapërcime dhe të ftohet në parlamentin e vendit më të rrezikshëm dhe terrorist të njerëzimit që është Izraeli, është një katapultim i papar. Në fjalimin që mbajti, Rama përsëriti mitet që ka krijuar Izraeli në lidhje me shqiptarët në vitet e fundit.
miti I parë është miti I Besës. Pasi izraelitët vendosën marrëdhënie diplomatike dhe hapën ambasadën në Shqipëri në 2013, Instituti I Yad Vashemit nisi të përhapi teorinë që gjatë luftës së dytë botërore në gjithë botën u vranë shifut, vetëm në Shqipëri nuk u vranë. Por a është e vërtet kjo gjë? Jo, nuk është e vërtet. Pse? Nga që në kohën e pushtimit nazi-fashist, kur Italia dhe Gjermanët bën Shqipërinë e madhe, shumë shifut janë arrestuar nga divizioni SS Skënderbej dhe janë dorëzuar Gestapos dhe janë çuar në përkampet e përqendrimit. Por Izraeli ka krijuar një rren dhe kur rrenën e krijon pushteti, ajo kthehet në një të vërtet. Dhe unë përpara një muaji Olsi, se ka rëndësi kjo që the, se unë nuk e kam dëgjuar këtë. Ku janë bërë këto arrestimet, ke informacion ti se batalioni divizioni Skënderbeu ka qenë në Kosovë, në Kosovë I krijuar. Po, në Kosovë. Jo në Shqipëri. Do më thënë Shqipëri, po Shqipëri Kosova ishte një shtet. Se nuk ka patur Kosovë në luftën. Unë se kam dëgjuar këtë fakt, të them të vërtetën, nuk e kam dëgjuar, mund të jetë në rast sporadik, por në shumicë kjo nuk ka ndodhur. Në shumicë nuk ka ndodhur, por ka ndodhur. Sepse shqiptarët Olsi dhe në polici dhe në ushtri tjenë, nga që shqiptarët kanë atë akmarjen e kanë shumë të zhvilluar, këto forcat maten mirë kur në qoftë se s'kan atë kodin moral që të veprojnë mbi civilët shqiptar. Këta e kemi vënë re gjithmonë në histori, vetëm kur mbështeten nga ligji dhe nga e vërteta, ata mundet që të reagojnë fort. Prandaj kjo është dhe arsyeja pse në Shqipëri krimi organizuar për shembull mund të dihen kush janë dhe policia dhe sot dhe në të kaluarën dhe xhandarmeria në kohën e Zogut e kanë pasur më të vështirë pak se sa në vendet e tjera të mëdha që të veprojnë dhe t'i vinje dikujt t'i merr një familje ose një person të cilët i kishin mirë pritur dhe ju kishin dhënë besim që do t'i shpëtonin, valla unë e quaj që shqiptarët nuk të falin dhe hynjen në gjak me ta në qoftë se e bënte dikush. Megjithatë, unë nuk kam dëgjuar në një rast që të ketë ndodhur kjo. Okej, që ta sqaroj për ju dhe për shikuesit, kjo është shumë kollaj e identifikueshme, nëse dikush do shkojë në Google dhe do kërkoj për 21st Waffen Mountain Division Skanderbeg, apo divizionin e 21 të Waffen SS-it Skanderbeg, dhe të hynë në Wikipedia, është shkruar e bardha në të zezë që në maj të vitit 1944, divizioni SS Skanderbej arrestoi 281 qifut në Prishtinë dhe ua dorëzoi atyre autoriteteve gjermane që më pas I quan për në Bergen-Belsen concentration camp. Pra, kemi disa raste dhe dokumente që... Shumë e turpshme, është një gjë shumë e turpshme që kanë bërë këta kosovarët në divizionin Skënderbeg. Qofse është e vërtet. Po, megjithatë nuk na nderon as. Domethënë unë dua të merrem me mitin. Po. Nuk na nderon, por unë dua të merrem me mitin. Po. Sepse ne nuk do merremi me analizën, domethënë unë nuk do merrem me analizën se çfarë bëri divizioni e vërteta është mbi pe. Unë jam këtu për të thënë çdo të vërtetë, sa do idhur të jetë, po kjo nuk na nderon, qofse është kështu, unë nuk e kisha dëgjuar të them të vërtetë. Do interesohem dhe do ta shikoj. Domethënë duhet jo, unë nëse do mund ta ndaj edhe linkun me ju, po nuk e di në ndër do të regjia apo jo. Në Shqipëri, unë di që me di Frashi kur e ka pyetur Noj Bajri sa familje qifutësh ka në Shqipëri, ai ka thënë mos gabojnë 100 familje ka. Dhe të ketë pasur, domethënë 280 persona kanë qenë apo familje, çka kanë qenë ti aty? 280 qifut. 281. Çka kanë qenë këta? Burra, familjar, kanë qenë, çka kanë qenë?
Nuk e nuk e di domethënë, Nuk e po thot. shumica kanë qenë komunistë apo njerëz të dyshuar etj etj. Megjithatë, çfarë dua të them? Dua të them këtë gjë që unë dua të është një numër shumë i domethënë jam madh vetëm këtu në që Prishtinë. dhe dua të dekonstruktoj mitin që ka ndërtuar Izraeli, se këtu është shqetësimi im, domethënë unë nuk jam këtu për të analizuar pse u arrestuan, kush u arrestuai etj etj. Po dua të dekonstruktoj mitin që po bën Izraeli, se domethënë unë këtu Po dua pse ata e krijojnë këtë mit ol si me një popull të vogël që s'kan shumë interes dhe nuk e ndërtojnë për shembull me Francën ose me ku e diun me një shtet tjetër. Një mit të këtill. Okej, ja. Një moment, se këtu do dal. E para. Ajo që tha Rama në Knesset, se Ramën e ftuan në konferencën kundër antisemitizmit, edhe ftuan në Knesset dhe unë i kam ndjekur të dyja fjalimet e tij live. Rama në të dyja tha Albania tha është i vetmi vend tha që gjatë luftës së dytë botërore tha nuk u dorëzuan çifutët. Të njëjtën gjë e përsëriti edhe Netanyahu. Dhe jo vetëm Netanyahu, po edhe Yair Lapidi dhe ai kryetari i Knessetit Izraelit e përsëritën këtë. Dhe nëse nuk jam gabim, Yair Lapidi apo Netanyahu, se s'po më kujtohet qartë, sulmuan vendet e Evropës, sulmuan Austrinë, Gjermaninë, Bullgarinë, Rumaninë, Italinë, Francën etj etj. Tani dikush që e ka dëgjuar me vëmendje këtë, mund thotë, "Ok, izraelitët kanë shpikur mitin që 100% e çifutëve u pëtuan në Shqipëri." Por pse duhet që Netanyahu në fjalimin që mbajti në Knesset dhe Yair Lapidi duhet sulmonin këto vendet e Evropës? Sepse u krijua ideja aty nga fjalimet e Yair Lapidit dhe Netanyahut, sikur e gjithë Evropa është e keqe, po kjo Albania është e mirë. 1. 2. Se mund të thotë ndonjë nga ata komentuesit e paditur që vinë në kanalin e YouTube-it tënd, mund thotë, po jo, Kosova nuk është pjesë e Shqipërisë. Do ta provoj legalisht që është pjesë e Shqipërisë, sepse me pushtimin e e Kosovës nga me pushtimin nga Italia e Jugosllavisë nga Gjermania u bashkua Kosova me Shqipërinë. Bravo. Dhe kemi ndarjen, harrova se si quhet, është një protokoll që Mussolini bën me Hitlerin në Vjenë, harrova emrin e protokollit. Deri në lumin Ibër ndaheshin gjermanët me sundimi gjerman Jugosllavisë me sundimin fashist i Italisë. Italia mori dhe Malnezinë në kontroll. Bravo. Dhe zyrtarisht Prishtina në atë kohë ka qenë pjesë of Kingdom of Albania, e mbretërisë shqiptare. Se italianët e pushtuan Shqipërinë, e morën edhe Kosovën, por zyrtarisht që t'ia bënin qefin edhe nacionalizmin shqiptar, thanë që ju thjesht do t'jeni pjesë e mbretërisë italiane, nën Viktor Emanuelin III, i cili do t'jetë perandori dhe mbreti, dhe ishte Mustafa Kruja që ja dha edhe kurorën e Skënderbeut, por zyrtarisht domethënë kjo perandoria italiane Shefqet Vërlacia çoi më 39. Shefqeti edhe Mustafa Kruja ka qenë. Mustafa ka qenë 43 kryeminist. Dua të them dhe dua të them që zyrtarisht edhe ky ka qenë edhe termi që përdornin italianët, por edhe gjermanët, ishte The Kingdom of Albania, apo që perëndimorët e quajnë The Greater Albania. Por Prishtina ishte pjesë integrale e Albania, nuk ishte pjesë e Kosovës, por ishte e Shqipërisë. Po, është vërtet. Pra, numër 1, domethënë miti që ka ndërtuar Izraeli nga vitet nuk e kam të saktë, nuk e gjej do vitin e saktë, por kanë filluar pas vitit 2000, janë prodhuar gjithë ato libra, thuhen 100% e çifutëve u shpëtuan në Shqipëri, edhe këta na donin neve se ishin myslimanë etj, është mit. Pra, tani sapo ja vërtetova shikuesve të tu, por edhe punëtorëve të ambasadës izraelite dhe zyrës kryeministrit që ndoshta do ta shohin dhe do ta analizojnë këtë bisedë, që numër 1 është mit dhe është gënjeshtër se ka patur shqiptar dhe ka qenë divizioni e Skënderbek, që ka qenë
ushtri e mbretërisë së Shqipërisë, të cilët kanë arrestuar Qifut dhe i kanë çuar në përkampe përqendrimi. 2. Dorsa Edi Rama me instatin në Shqipëri, përveç shumë krimeve që ka bërë, vjedhjeve, grabitjeve, arrestimeve, burgosjeve, ka bërë edhe një krim shumë të madh me censusin që u bë, në cilin vit u bë censusi i fundit, ndihmo pak, 2023-shin apo nuk e mbaj mend që bëri një census. Një çik më shpejt, para Covidit më duket 2019-ën mos gaboj. Ndoshta 2019-ën Rama bëri një akrobaci tjetër. U bë censusi dhe ato të dhënat e censusit nuk janë botuar deri më sot, por janë botuar vetëm shifra, ku Shqipëria ka një vend me 70% musliman, apo në 69% nëse s'jam gabim, në ai censusi i Pollos i nxori shqiptarët 59% musliman, pa Bektashit, se i ndajnë Bektashit me sunitët që t'i zvoglojnë sa më shumë muslimanët. Pra, nga ajo Shqipëria e censusit Pollos 2011, nëse s'jam gabim, që Shqipërinë e nxirrte 60% musliman, në censusin që bën Rama në 2018 apo 19 apo 17, nuk kujtohet, i nxjerr muslimanët në Shqipëri 46%. Pra, Shqipëria nga një vend me shumicë muslimane, që ka qenë historikisht deri sot e kësaj dite, Rama nga që ka urrëtie për Islamin, islamofobi e tjerë, donte arsye që ta hiqte Shqipërinë nga konferenca islamike dhe nga gjitha të tjera. Këtë faktin direkt Rama Olsi tha, kanë qenë shumica në atë kohë, do me thënë që sot mund të mos jenë. Po ta vështre në fjalimin që mbajti, tha, do me thënë, ajo shpreha që ka thënë me difrashim, fakt që kemi ca flori dhe ja u japim Nojbarit, po nuk i dorëzojmë ato 100 familje, që bëri shumë përshtypje në kancelarit që ishin në sundim nga nazistët në Evropë, edhe shtypi kohës foli shumë për këtë thënie të tij. Rama pas kësaj tha që dhe kjo deklaratë tha është bërë në një vend ku shumica në atë kohë kanë qenë muslimane, në atë kohë. Pra sot mund mos jenë. Kupton, do me thënë, i kanë këto diabolizma. Tani, çfarë dua të them është që ndërsa Edi Rama ka punuar dhe ja arriti, se ai ka edhe gurin edhe arrë në dorë, që do më thënë të manipuloj numrin e shqiptarëve musliman, dhe thotë që muslimanët në Shqipëri janë pakic, në fjalimin që mbajti Netanyahu, kur ai e mirëpriste Edi Ramën në Kneset, e cilësovi Shqipërinë si një vend me shumicë muslimane. Pra, ndërsa Rama në 2018 i tha atyre hajdutëve të instatit që uleni çikët Shqiprën, bëjnë 46% këta muslimanët, se unë nuk dua që të shohin si vend musliman. Kur shkovi në Kneset, theksi që patën izraelitët ishte që Shqipëria është një vend me shumicë muslimane. Se dua të dua që të tregoj hilen që luhet mbrapa 1. Shqipëria vend musliman, 2. Në fjalimin që mbajti Netanyahu, por u detyrua edhe Rama vet, që thoshte që këta çifutët që u shpëtuan gjatë luftës së dytë botërore ishin nga muslimanët. Pra, kemi 2 fakte, nëse po më dëgjon me vëmendje Fredi. E para, është miti sikur në Shqipëri u shpëtuan të gjithë çifutët, që është gënjeshtër. E dyta, këtë mit e riforcon Netanyahu kur e fton Edi Ramën në Kneset, edhe thot edhe ai, edhe Yair Lapidi, edhe ai zëdhënësi i Knesetit, thonë që Shqipëria muslimane neve na do dhe na shpëtoi. Po dhe evropiane, sepse evropianët nuk po i mbështesin. Pra Shqipëria muslimane, po dhe evropiane. Po, pra. Me një gur vriten dy doq. Kush ishin mesazhet që u dha në Kneset për Edi Ramën? Që 1, ky është udhëheqës evropian, 2, ky është udhëheqës musliman. Po. Tani ku është loja? Edhe, domethënë, se Netanyahu çifuti nuk fton për shpirt babës, nuk të fton palas të bëjë gjithë këndërim. Se Netanyahu e ftoi Edi Ramën në Knesetin izraelit dhe nuk ftoi Fjala bie Alijevin e Azerbajxhanit.
Sepse një, Shqipëria është vend në Evropë, dy, Shqipëria është vend me shumicë muslimane. Dhe mesazhi që u dha nga ftesa e Ramës në Kneset është që e para është një vend evropian që neve na do shumë. Spanja, Italia, Franca, Gjermania, Austria, Çekia, Hungaria, ku ne që futët nuk na duan më dhe na boshtyn të gjithë. Polonia, Bielorusia, gjithë Evropa më. vendet baltike, Ndërsa neve nuk na do Evropa. Bravo, ndërsa neve nuk na do Evropa, ja ku kemi përfaqësuesin e Evropës që na do. E para. E dyta, vënia e theksit tek domethënë ai Netanyahu mirë që nuk e shpalli Ayatollah Edi Ramën aty, duke e portretizuar Edi Ramën si një vend musliman, ishte mesazh për botën arabe. Që shikoni tani, është një vend islamik, është edhe evropian, që neve na do, bile se na ka shpëtuar gjatë Holokaustit. Dhe ne s'kemi probleme me muslimanët, por kemi probleme me vendet muslimane që kanë terrorist, kurse këta janë vend musliman evropian pa terrorist. Bravo. Bravo. Domethënë, miti i besët, biles unë isha sikur ta përmenda në vjetor isha në Azerbajxhan, dhe aty u takova me një nga ekspertët e qendrës Besa, që është qendër e Mossadit izraelit, Begin Sadat Center. Edhe sa po i përmenda që jam nga Shqipëria, qefi madh atij që futit, ai nuk njifte mu i shkreti, fakiri. Edhe domethënë, Albania saved us etj. Është krijuar ky miti tani në Izrael, që neve nuk na do gjithë bota, arabët e muslimanët nuk na duan që nuk na duan, evropianët nuk na duan, por neve na do kjo Shqipëria. Dhe këta janë edhe evropian, por edhe janë musliman dhe janë të mirë me neve. Tani, se e ka bërë Izraeli këtë mitin e besës, që thash e nisën vitet 2000, por nuk kujtohet data e saktë kur e nisën. Ata e nisën fillimisht mitin e besës, dhe Edi Rama e përmendi aty në Knesetin izraelit, tha, ne i mbrojtën që futën, tha se jemi njerëz të besës, kupton ti? Edi Rama është njeriu më i pabesë që mund të ketë krijuar Allahu në mes shqiptarëve në shekullin e 20. Tregtar flamush është tregtar. Edi Rama hiqi si po Edi Rama tani i binte gjokë që thoshte neve ju shpëtuam juve nga që jemi njerëz besës. Edi Rama s'ka pat bes babën e vet që e ka degeneruar shkretin. Edi Rama ka degeneruar prindrit e vet dhe Edi Rama ka degeneruar shqiptarët, të cilët kanë pensione dhe paga më të ulta se Maqedonia, Malizi, dhe po e braktisin vendin, po ikin gjithmonë, dhe është e çuditshme, ai del dhe merr domethënë pamje të tilla si në një udhëheqës shumë i madh kur vendi vet është i mbytur nga korrupsioni, e ka kthyer në një shtet kriminal ku api i parë i ekzistencës së një shteti demokratik dhe pluralist janë zgjedhjet, ai ka vjedhur gjithmonë zgjedhjet me mbështetjen e globalistëve të cilëve tash po ju kthen kurrizin në këto strukturat e reja që po krijohen në rendin e ri botëror, sidomos mbas Davosit. Po Olsi, Olsi, unë desha të kujtoja dhe diçka tjetër. Të lutem më le ta mbaroj. Po e kemi përsëritur disa herë, mos bien përsëritje. Okej. Jo, po do të tregoj se çfarë po bëhet një lojë shumë e madhe, Fredo. Dhe kush është loja tani? E para, Izraeli e përdor Shqipërinë si karrem kundër tani, ndërsa deri dje e përdorte kundër botës arabo-islamike, edhe mershin këta dervishët tanë me mjekra e me çallma, edhe i vinin në muzeumin e Yad Vashemit, për të krijuar idenë që ka ca islamik që janë me mjekra e me çallma, po që vdesin për neve. Pra, ndërsa fillimisht ky miti i besës u përdor kundër botës arabe për t'i treguar arabëve se shikoni, ai bëjmë parte. Do të kujtoj edhe diçka tjetër që Bektashinët dhe Gjujshët kanë qenë në të njëjtat vare në kohën e perandorisë otomane dhe pothuajse kanë pasur të njëjtin persekucion të dy palët, edhe madje bënin dhe krushira për të qenë kishin preferenca për krushi, dhe kjo mund të jetë dhe një nga arsyet që sot këta tregojnë një lloj afërsie dhe po të shikosh janë tarikate dhe... Po, më le ta mbaroj të lutem. Po, mirë, mbaroj, dakor.
Fal ta mbaroj, lutem, ta mbaroj. Se nuk do të hyj kësaj temës Bektashive, unë nuk jam dakord me të. Se deri në kohën e 1826-ën Bektashit ishin më anti-çifutët, po. Nuk do të hyj fare te kjo punë. Po dakord. Duhet të rri këtu te Netanyahu, se po hapëm do na iki filli. Dhe, domethënë, ajo që Netanyahu bëri me Ramën duke e ftuar në Knesset ishte një mesazh botës islamike, që kemi një vend islamik edhe një udhëheqës islamik edhe që na do neve. 2, shpull Evropës. Sepse aty u sulmua Evropa duke i thënë Evropës, sepse Edi Rama kur u ftua aty në Knesset u përmend që Shqipëria është bërë pjesë edhe dhe Board of Peace, apo bordit paqes. Tani Evropa, të bordin e paqes që Trumpi ka ndërtuar, e ka ignoruar numër 1 dhe e dyta, Evropa e ka refuzuar, nga që për Evropën, kjo që bëri Trumpi me bordin e paqes, është vdekje e shtetit të Palestinës. Sepse shteti i Palestinës, sipas shumë rezolutave të OKB-s e tjerë, është njohur që ekziston dhe duhet krijohet në kufijtë e vitit 1967. Tani, çfarë synon me bordin e paqes që të bëj Trumpi dhe Izraeli, është që këta do ta dëbojnë popullatën e Gazës, dhe Gaza do të kthehet në një resort të familjes Trump, Jared Kushnerit dhe për oligarkët që fut. Dhe me ky bordi i paqes nuk ka thënë që do të bëhen, po aty ata do jenë punëtorë të thjeshtë dhe do jenë në kontroll të punëtor me moditje. Domethënë do bëhen punëtor në tokat aty që i kanë patur dën papadën. Toka do t'i vidhet, do bëhen resorte dhe ata do t'i mbajnë si indian. Do i thonë, po doni, rrini punoni, pastroni resortet e Donald Trumpit edhe Jared Kushnerit edhe Netanyahu, po nuk deshët, shikni të zhdukuni nga sytë këmbët. Dhe një nga arsyet pse Rama u promovua kaq shumë ishte se edhe Rama e përmendi që ne po bëhemi pjesë të Board of Peace. Dhe në këtë mënyrë Izraeli e përdori Ramën Netanyahu për të goditur Evropën, për t'i thënë Evropës që juve nuk na doni ne, juve nuk po bëheni pjesë of Board of Peace. Ja ku i kemi këtë kryeministrin evropian që po përfaqëson antisemitizmin dhe të bëhet. Dhe domethënë ne nuk kemi nevojë për Spanjën e për Francën e për Belgjikën e për Hollandën, ja ku kemi Albaninë. Olsi gjatë vizitave një gjë tjetër. Po. Mirë, mbaroj Olsi, mbaroj. Një gjë tjetër që Rama përmendi si në Knesset, si në konferencën kundër antisemitizmit, përveç faktit që Rama mburre që thoshte ne i shpëtuam të gjithë çifutët e tjerë dhe i thoshte ne i mirëpresim çifutët në Shqipëri, dhe në fjalimin e atij dëgjon Fredi? Po dëgjoj. Alo. Po dëgjoj. Mendova se më predinja. Dhe në fjalimin e tij Netanyahu e lavdroi Shqipërinë dhe i tha çifutëve shkoni në Shqipëri sepse është vend i mirë, dhe tha është ngritur numri i turistëve që shkojnë për në Izrael në 800% dhe i bëri thirrje të hapur çifutëve që shkonin sa më shumë në Shqipëri. Në fjalimet e tij që mbajti edhe në Knesset edhe në këtë konferencë, Rama përmendi edhe faktin tjetër që tha Islami është fe që i do çifutët dhe ne në Shqipëri kemi strehuar opozitën iraniane e cila lufton kundër Khomeinizmit dhe ekstremizmit iranian. Në të dyja fjalimet, si në Knesset, si në konferencën e antisemitizmit, Rama përmendi që Shqipëria është një vend që është në luftë me Iranin, që është sulmuar nga Irani dhe që Shqipëria strehon opozitën iraniane që do rrëzojë regjimin iranian. Dhe kur Rama i përmendi këtë në Knesset, të gjithë deputetët izraelit shikonin njëri tjetrin në sy, dhe kur Rama e përmendi këtë, e dortrokitën të gjithë në mas, ndërsa Netanyahu që qëndronte përballë Ramës, shikonte ata kolegët e tij në sy dhe sikur i thoshte
e shikoni se çfarë mercenari kam sjellur këtu. Domethënë, në fjalimin që mbajti në Knesset, Rama i tregoi Izraelit: 1, Shqipëria është e juaja; 2, ne ju kemi shpëtuar dhe ju duam shumë; 3, përmendi atë që ti përmende që ne japim Floririn, por nuk japim çifutët; 4, u përmend që në Shqipëri po vinë shumë çifut, dhe Netanyahu i apeloi gjithë izraelitëve shkonin në Shqipëri. E 5 që duhet ta përmend për miqtë tanë, që e përmend edhe tek ai emisioni që pata me Shpend Gashin dhe të tjerët, është që në nëntor 2024 Rama ka bërë një thirrje e cila në historinë e njerëzimit, ndoshta kur ne të plakemi apo ndoshta mos jemi më në këtë dynjë, do të krahasohet me deklaratën e Balfurit. Në nëntor të 2024 Edi Rama shkovi në OKB, u ftua nga lobi çifut në Amerikë, dhe në OKB tha: unë i bëj thirrje çifutëve, ky ishte kulmi i luftës me Boshtin e Rizit, i bëj thirrje çifutëve që të vinë dhe të vendosen në Shqipëri dhe ta kthejnë Shqipërinë në vendin e tyre. Domethënë, sikur ju përmendët Anadolu Agency, se ata më citojnë mua dhe unë përmend aty që Rama ka bërë thirrje për kolonizim të Shqipërisë. E ka bërë në nëntor 2024-s. Po, në Shqipëri njerëzit hajnë parë. Në Shqipëri domethënë duhet ishte bërë nami. Domethënë sigurisht bëja një thirrje ti thoja iranianëve: o iranian, hajde vendosuni në Shqipëri, mu nesër do më varin me trekëndsh në trekëndsh përpara sheshit Skënderbej. Rama ka bërë thirrje në nëntor të 2024-s. Kush do le ta vërtetoj, e ke edhe në dokumentet e OKB-s, është shkruar e bardhë në të zezë. Po ai bëri thirrje zyrtare izraelitëve që të vendosen në Shqipëri. Rama ju bën thirrje edhe arabëve ju bën, nuk e ka problem fare për atë punë. Dhe në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe në Arabi Saudite. Arabët shkojnë edhe vinë. Arabët të vinë sot ja gris letrat netër i fut shkelmin. Po çifuti kur të vjen nuk të del më. Dhe neve është problem. Kudo që kanë qenë ata në histori, ka pasur probleme. Ata vërtet e zhvillojnë ekonominë e një vendi, por e marrin të gjithë për vete. Vetëm këtë gjë për ti. Të lutem, është viti, kjo është deja vu e vitit 1919, kur britanikët morën zyrtarisht mandatin e Palestinës. Në mandatin e Palestinës, që jetonin arab, mund kishte një 500 çifut ndoshta në Jeruzalem, britanikët filluan të sillnin çifut, erdhën si emigrantë ata, erdhën blinin shtëpira, blinin toka, edhe erdhën nga Bielorusia, nga Ukraina, nga Rusia, nga Polonia. Dhe arabët në fillim nuk e kuptuan se çfarë po bënin këta. Dhe ta thonin: mos janë të mirë këta çifutët që janë punëtor, se këta vinin, ishin inxhinier, ishin teknik, filluan të ndërtojnë kibuce. Dhe arabët thonin: s'ka ne gjë të keqe. Dhe arabët kur kanë ardhur çifutët në Palestinë, i pritën me krah hapur. Kishte shumë prej tyre i dhanë shtëpira, i thoshin: hajde arrit ke shtëpi ime, se s'keni ku të rini. Ua shitën tokat e tyre, thanë: hajde t'ua japim se këta bëjnë kooperativa dhe janë punëtor të mirë. Derisa erdhi viti 2029, në fakt 1929, kur arabët çerpan që këta çifutët që erdhën urtë but fillimisht, erdhën si emigrantë, si fakira e tjerë, filluan që po u arrëmbenin tokat arabëve, kishin krijuar edhe milicit e tyre, Irgunin edhe Lehin, dhe filluan dhe i vrisnin arabët dhe u grabesnin tokat. Dhe atëre ka qenë një hoxh me origjinë sirian, Izzedin Al-Qassam, i cili i organizoi palestinezët. Është dhe një film tash i Leonardo DiCaprio, që tregon për 2 çifut që shkuan në ca zona indiane ku kishte naftë në Amerikë, lidhen krushim me ta dhe pastaj paguanin dhe me vrasës i vran pothuajse të gjithë ata krerët e fisit indian, derisa këta indianët mblodhen lek, paguan në qeveri dhe thanë: na i gjeni kush na i vret njerëzit. Dhe u zbulua nga qeveria për shkak se u dhan lek, u zbulua që ishin këta 2 çifutët që kishin organizuar vrasjen e të gjithë banorëve për t'u marrë naftën, tokat e naftës. Me qënë se ma përmënde këtë filmin e DiCaprios, e ke para po jo? Përmënd për shikuesit tanë, jo, këtë nuk e kam parë, është filmi para 3 javësh,
Okej, përpara 3 javësh ka patur protesta masive në Argjentinë. Sepse ti e di pak a shumë që kur u themelua lëvizja zioniste, ata kishin ju dhanë, domethënë Theodor Herzl kur shkruan librin Der Judenstaat, thotë që neve Izraelin kemi 2 opsione, ose ta krijojmë në Argjentinë ose ta krijojmë në Palestinë. Por lobi pro Argentinas ishte më i dobët dhe lobi zionist që donte shkonte në Palestinë triumfoi dhe me mbështetjen e britanikëve, se edhe britanikët kishin interes që të kontrollonin kanalin e Suezit, i vendosën Palestinë. Dhe çka ka ndodhur në Argjentinë përpara 3 javësh, shikuesit e emisionit mund futen në Twitter, në X dhe të kërkojnë, ka patur protesta masive në Argjentinë, në rajonin e Patagonias, sepse aty donin izraelitët bënin Izraelin, turistë izraelit. Aty ka jetuar Hitleri mbas vdekjes. Kanë djegur ty. Bravo. Sepse është një nga vendet më të mrekullueshme të botës dhe Izraeli po do që ta rikolonizojë atë. Ka nisur djegje masive të pyjeve të Patagonias me qëllim që të dëbohen banorët vendas dhe që ta marrë Izrael. Dhe që izraelitët po duan që të rikolonizojnë Patagonian dhe ka patur fjalime të egra në parlamentin Argjentinas, protesta masive ku kërkohej që turistët izraelit mos të lejoheshin që të hynin në Patagoni. Ka shumë gjerman në Patagoni. Dalim, po, tani, më fal, se dua të them edhe këtë gjë tjetër. Për shqiptarët, Fredi, me shumë rëndësi. Unë mendoj se jemi në vitin 1919 dhe shqiptarët po sillen sikur budallëjt palestinezë që nuk e kuptuan se çfarë do i ndodhte. Ne e dim shumë mirë që një nga planet e zionizmit ndërkombëtar ka qenë që në qoftë se projekti i tyre në Palestinë nuk do heste, një nga projektet ishte që Izraelin ta tonin në Shqipëri. Këtë e dim. Myzëqen. Po, tani çfarë po ndodh në Shqipëri që kur Edi Rama dëboi ambasadën iraniane, që është në vitin 2022, dhe në 2018 dëboi ambasadorin iranian. Ambasadori iranian nga Shqipëria, unë kam bërë shkrime, kush të doj mund t'i kërkoj, ka me referenca, është dëbuar me urdhër direkt nga Benjamin Netanyahu. Tani, që kur u mbyll ambasada iraniane në Shqipëri ka nisur një yrysh i papar që futësh. Po vin izraelit, unë kam shok të mi që punojnë si guida me ata dhe më tregojnë lloj-lloj historinash, dhe kudo që po shkojnë, nga thefi deri në përmet po blejnë prona, shtëpira etj. Ky është një lajm shumë i keq. Po më thonin, domethënë njerëz që unë i njoh në Shqipëri më thon po bëjnë namin, po blejnë edhe në Kamës. Bile shumë vetë thonë ore për dhunta që blejnë apartamente në Kamës. Mos shitni pronat shqiptar, mbajeni pronat, askujt tuaj mos ja shisni. Askujt tuaj, asnjë tuaj. Tani mbajeni pronat. Tani çifutët se do pendohen niprit tuaj dhe fëmijët tuaj me neve. Shqiptarët duhet vinë në Malajzi, në Indonezi të kuptojnë se si këta njerëz ruajnë pronat e tyre sepse e dinë rëndësinë e pronës. Dhe çfarë po ndodh? Po bëhet një blerje masive e pronave të shqiptarëve dhe ne po kemi një déjà vu të mandatit të Palestinës vitit 1919. Palestinezët do ta kuptonin vetëm në 1929 se çfarë po vinte. Ndërsa arabët do ta kuptonin vetëm në vitin 1947 kur grupet terroriste të Irgunit dhe të Lehit filluan të vrisnin jo vetëm arab, por edhe zyrtar britanik, hodhën në erë hotelin e mbretit David dhe duke manipuluar politikën amerikane me presidentin Harry Truman, detyruan edhe Britanin që të tërhiqet nga kolonia e Palestinës. Dhe në 1948, kur ata krijuan shtetin e Izraelit, shtetin e Izraelit e krijuan me masakrën e Al-Nakbës, duke vrarë, përdhunuar banorët e arab të Jeruzalemit dhe detyruan 3 milion arab që të lëjnë Palestinën. Tani, dua të dal edhe një herë te fjalimi se domethënë dua që shqiptarët kuptojnë se çfarë po luhet. Po kemi Edi Ramën që i thotë që në 2024 zyrtarisht është dokumenti i OKB-s. Thotë ne e hapim Shqipërinë që të vinë vendosen izraelitët. 2. Nga deklarata e Ramës, tani erdhi 2026, po bëhet nami dhe e di
edhe bufi e di që po vinë Izraelit. Del Netanyahu në parlament, thotë që është rritur turizmi i izraelive në Shqipëri me 800%, por thotë unë u them që shkoni sepse është vend i sigurt. E katërta, merret Rama dhe pritet në Knesset në Knesset sikur të jetë Donald Trumpi, dhe Rama në fjalimin e tij thotë që neve jemi të gatshëm të bëjmë çfarëdo lloj gjëje për Izraelin dhe ne jemi në luftë me Iranin për juve dhe strehojmë ta mujahidinët terroristët iranian që bëjnë luftë kundër Iranit. Pra Rama pak a shumë e shpalli Shqipërinë sikur të jetë koloni izraelite dhe sikur ky shefi i kësaj kolonisë i ka shpallur luftë botërore Iranit dhe atyre që luftojnë për çlirimin e Palestinës. Në të njëjtën kohë, ky thotë neve u kemi dashur që në kohën e Hitlerit, edhe sot e kësaj dite ju duam, jemi me ju në bordin e paqes, ju mbështetim 100% dhe Shqipëria është e juaja. Olsi, kjo është përmbledhja. Po Fredi. Bëre një figurë shumë të keqe me atë emocionet, me atë përullësinë, me atë nënshtrimin përballë Knesetit, me atë fjalimin, gjithë emocionet si ndonjë vajzë e virgjër para dashnorit të parë, dhe ishte shumë e turpshme që një përfaqësues i një vendi kaq të vjetër si puna jon të shkojë dhe të poshtërojë Shqipërinë me atë jargavitjen atje, me të gjitha të sjelljen atje. Unë kam parasysh se ne kemi jetuar në një pell këtu rreth Mesdheut, edhe populli shqiptar edhe popujt e vjetër që kanë qenë në territoret tona. Aleksandri i Madh i ka nënshtruar ata me një kollaj lek shumë të madh. Ju ka marrë para se të fillonte luftrat punike të Romës në vitet 200 para Krishtit. Aleksandri i ka marrë 330 sa vjet para Krishtit, i ka pushtuar jo vetëm këta që sllogariteshin, por ka pushtuar edhe perandorit fuqishme të asaj kohe, siç kanë qenë parthët ose persët, siç kanë qenë asirianët, edhe më tutje më në lindje, po flas për këtë territor. Në vitin 227 Aleksandri lajnë për qeverisjen e këtyre zonave la Seleucisin, generalin e vet, i cili dinastia e cilit i ka qeverisur dhe në vitet 141 me lehtësi shumë të madhe të gjithë gjujshët e asaj kohe, sepse qysh nga viti 1300, pra kishte rreth 1000 vjet që ebrejt ishin bërë monoteist ose gjujsh me fenë e Mojsiut. Dhe vetëm pas kryengritjeve të parthëve, Seleucis i lëshoi zonat mbi Tigrin dhe Eufratin dhe i ka mbajtur nën kontroll dhe nën surdinë Sirinë dhe Palestinën deri në detin e Kuq, i ka mbajtur në kontroll dhe në qeverisje. Ndërsa dihet që Ptolemeu, dinastia e Ptolemejve, generali tjetër, ka kontrolluar vendin më të begat që ka qenë në para histori, që kanë qenë egjiptianët, por nuk po flas për këtë. Tashi një vend si që kanë nxjerrë kolos të mëdhenj të tillë si Aleksandri i Madh, para të cilit janë nështruar gjithë ata popujt atje dhe janë mundur me shumë lehtësi të vej përfaqësuesi i sotëm edhe të jargavitet e të nënshtrohet ashtu thjesht për shkak të aferave korruptive dhe që kërkon tash të sigurojë të ardhmen e jetës së vet, të financave të veta, të pasurive të veta që ka krijuar me korrupsion, domethënë është një poshtërim i madh që ju bëhet shqiptarve. Shiko, një kryeministër Olsi që shkon për vizitë, ku shkon zakonisht në një vend për të bërë marrëveshjet ekonomike dhe ai merr me vete biznesmen, merr drejtues të akademive ose të institucioneve të ndryshme, ministra, i merr me vete për të nënshkruar marrëveshje win-win dhe kjo është një gjë e mirë.
Unë nuk di çfarë prodhoi kjo me përjashtim të hapjes asaj dhomës tregtisë që u tha që është bërë dhe si mund të ri një kryeministër vetëm me familjen e vet 3 ditë në një vend. Do t'ja shikojmë tymin më vonë marrëveshjeve të fsheta që mund të ketë bërë Rama, i cili nuk e ka problem të falë asetet territoriale të kombit ton për interesat e veta private, siç veproi me familjen e Trumpit, me vajzën dhe me dhëndrin. Dhëndri i tij është një krokodil i madh që kërkon të shfrytëzojë popujt më të dobët dhe sidomos kur gjen lidera të tillë ku kanë mundësi si ta kapin nëpërmjet deep state-it që është SPAK-u. Diti Olsi, çfarë mund të jetë krijuar ndonjë marrëveshje, se mendoj që këta parashikojnë që gjatë luftës së Iranit të ketë një demoralizim dhe rënje të shpresës së popullit që jeton në Izrael, dhe ashtu siç ndodhi në luftën e parë me Iranin, unë mendoj që do të ketë prap tendenca për t'u larguar nga Izraeli të popullatave të shumta, dhe Netanyahu midis vendeve të tjera si Çiproja greke që pothuajse është blerë nga Çifut, të cilët mendojnë se janë më të sigurt aty se sa në Izrael derisa të zgjidhet situata e konfliktit me Iranin. Mendoj që ajo u dha si variant të dytë Çifutëve që mund të shkoni në Shqipëri në rast se do shikoni se do keni vështirësi dhe pasiguri gjatë luftës me Iranin, i cili thuhet që ka shinjestruar shumë qendra të populluara të Izraelit për një luftë totale me Izraelin në rast se Shtetet e Bashkuara sulmojnë Iranin. E para, Olsi, pyetje parë që ta mbyllim po shkurt, diti ndonjë arritje ose përfitim të Shqipërisë nga kjo marrëveshje me përjashtim të inspirimit që japin izraelitët që ne të ndërtojmë industri lufte dhe për të çuar naftën në Izrael, naftën tonë, ne rreshtoheshim vendi i tretë që ka ndihmuar Izraelin gjatë viteve mbas vitit 2023-2024 që kemi ndihmuar Izraelin në të gjitha luftrat që ai ka bërë këto 2-3 vjet të fundit me Sirinë, me Gazën, me Libanin, me Hezbollahun e tjera, me Iranin, luftën dyavore. Dhe tani unë çfarë u arrit në një digja ti që është edhe që nuk kuptohet. Tani gjërat e hapura që ne e dim. 1. Shqipëria është bërë aleati më i madh i Izraelit për gjenocidin në Gaza dhe luftën kundër Iranit. Shqipëria strehon bandën e mujahidinëve iranian, të cilët koordinojnë me Izraelin luftën kundër Iranit. 2. Gjatë luftës me Hamasin dhe Boshtin e Rezistencës, luftën 2 vjeçare, izraelitët tani që e humbën Ukrainën, sepse plani i tyre B ishte që do bënin Izrael të dytë Ukrainën, ku ka qenë edhe hazaria historike, unë mendoj që ata po mendojnë për planin C, që në rast të rënjes së Izraelit dhe të shkatrimit të Izraelit nga Irani, ta kenë Shqipërinë si Izraelin numër 2. Arsyeja pse po bëhen gjithë këto investime, po blehen gjithë këto prona, është se Çifutët kanë arritur në konkluzion që vendi më i kollaj që ata mund ta pushtojnë në qoftë se një ditë Palestina çlirohet, do të jetë Shqipëria. Është e vërtetë që ata kanë bler prona në Shqiprën turke, por duhet kuptojmë një gjë, që Shqipëra turke ndahen nga grekët dhe nga turqit. Këto janë të dy kombe me tradita ushtarake, kombe të lashta e që kanë mbështetjen e shteteve të fuqishme. Në njërën anë kemi Turqinë, e cila është një vend shumë i fuqishëm ushtarak, në anën tjetër kemi Greqinë. Dhe për personat që e njohin teologjinë e ortodoksisë greke, ortodoksët i urrejnë Çifutët në mas. Dhe sikur kemi parë në shumë video kur madje Olsi do të ndërpres për këtë duke të mbështetur në protokollet e pleqjve të Sionit. Në përgjithësi flitet që ne gojimët mund t'i mashtrojmë shumë lehtë, por duhet shumë kujdes vetëm me grekët, sepse ata janë shumë të zgjuar dhe është e vështirë t'ja u hedhësh. Thuhet në protokollet kë.
dhe çifutët edhe pse blen shumë prona në Çipër, ne kemi parë sidomos kur ishte gjenocidi në Gaza, që shqipriotët dinin në masë në porte dhe kur vinin çifutët me tragete, se nuk fluturonin dot, se kishin frikë që të fluturonin, edhe sidomos kur i bombardonte Irani, dhe vinin me anije nga Izraeli po në Çipro, i kanë detyruar shqipriotët, i kanë thënë hikni dhe mos shkelni tokën tonë. Kurse izraelitët, unë mendoj, kanë arritur të kuptojnë që e para, nëpërmjet politikave shkatrimtare që Rama kanë ndjekur me shqiptarët në këtë dekadën e fundit, ka dëbuar nga vendi 1 milion njerëz. Ata kanë parë që Shqipëria është braktisur. Ata e dinë që Shqipëria nuk është as Palestina, as Çipro. Turqia nuk do vi me tanke dhe me avion dhe as Greqia që ta çliroj apo ti mbështesi shqiptarët kundër një kolonizimi izraelit. Shqipëria nuk është Palestina që do vi bota arabe apo Irani dhe do t'i mbështesi palestinezët. Dhe unë mendoj që ata kanë arritur në konkluzion që Shqipëria është një pronë shumë e kollajt për të grabitur, që ne po e shohim Edi Rama del, i thot atyre hajdeni në Shqipëri dhe pushtojnë Shqipërinë, nuk ka as protesta si gjë. Ata e kanë parë domethënë që Rama dhe zionistët që shndrojnë brapa atij kanë arritur në mënyrë të mrekullueshme të çuditshme ta depopullojnë Shqipërinë, ta boshatisin dhe ata domethënë sikur themi ne në Shqipëri ujku do mjegull është vendi më perfekt për ata. 4. Edi Rama kur shkoi në Izrael mori me vete këtë spiunen që i ka bërë video pornografike ky Ergjys Agasi, dhe në ky person që ky e ka marrë, që nuk është as shtetas e Republikës Shqipërisë, kjo është agjente izraelite dhe kjo të gjitha informacionet e shqiptarëve ja ka dhënë Mossadit. Kush është kjo? 4. Në vitin 2000. Kush është kjo? Nuk do t'ja përmend, po s'do t'ja përmend emrin. Një nga këto spionet e shikut, po du me ja përmend emrin. Ta them më mbrapa. Dhe 4. Në vitin 2022, kur u bën sulmet kibernetike në Shqipëri, dhe mua zyrtar shumë të lartë të Ramos më kanë thënë që nuk ka qenë Irani, Izraeli e përdori atë skriptin që i dhanë Ramos, se Rama tha na sulmoi Irani edhe se nuk u vërtetua asnjëherë. Dhe Rama me sulmet Irani nuk e ka marrë përsipër këtë Olsi, nuk e ka marrë përsipër Irani? Irani ka refuzuar. Absolutisht jo. Rama e përdori këtë për t'i bërë shefin Netanyahut edhe Mekut që të mbyllë ambasadën iraniane dhe për të shkatruar historinë mira vjeçare të shqiptarëve me iranianët. E dyta, u përdor justifikimi i sulmeve kibernetike për të vjedh miliona dollar nga xhepat e shqiptarëve nëpërmjet kësaj femrës që Spaku do ta fusi në burg, Mirlinda Karçanajn, shefja e Akshit, sepse edhe Spaku në Shqipëri ka frikë që të godasë izraelitët. Nëse shikon, thonë jo duhet të arrestojmë Mirlinda Karçanajn, jo duhet të arrestojmë të Ergjys Agasin, se këta kanë bërë tendera, ne kemi dëgjuar nëpër media që tenderi bënte $2 milion, Ergysi thoshte ta shkruajmë 4 milion. Po nëse do të lexojmë dokumentat që i kanë dhënë mediave Spaku, të gjitha këto tendera i jepeshin pa tenderim kompanive izraelite. Edi Rama i dha izraelitëve Air Albanian me këtë Ron Jafetin, i cili edhe shkatroi gjithë investimin e Turqisë në Shqipëri, që i dha Shqipërisë falat nga Turkish Airlines e bëri me agjenci avionesh. Edi Rama i ka dhënë këtij Ron Jafetit, që është shoku këtij rabinit kriminal Joel Kaplan, i ka dhënë gjithë industrinë ushtarake shqiptare. Edi Rama përpara pak javësh deklaroi që Shqipëria do të blej pa tenderim nga Izraeli topa. Një top kushton 6 milion euro, ndërsa Turqia ja shes Shqipërisë për vetëm 2 milion euro. Edi Rama kur shkoi në Izrael deklaroi që do blejmë armatime nga Izraeli, dhe Izraeli i shet Shqipërisë armatime të shekullit të 20, që ushtria izraelite nuk ka më nevojë, ku vetëm një prerë nga këto topa që nuk i hyn puna as dreqit që Edi Rama do blej bën 5.000 euro. Edi Rama pra i ka shitur shtetin, dhe kur u bën sulmet kibernetike në Shqipëri, këtë e di edhe Bupi dhe Rama e ka thënë publikisht, por në Shqipëri nuk ka opozit. Edi Rama i dha
Edi Rama i dha të gjithë aksesin e kibernetikës shqiptare i Albanian a ka dhënë izraelitëve. Izraelitët i kanë shenjat tona të gishtave, kanë pasaportat tona, kanë ADN-n ton, kanë grupin e gjakut, din ku i kemi pronat, kanë akses të bankat tona. Dhe tani sikur kemi thënë edhe një bisedë tjetër me ju, Edi Rama i ka dhënë prap një grupi izraelitësh ekskluzivitetin për të bërë bankën digjitale dhe të tillë paran digjitale. Kjo është shumë e rrezikshme. Izraelitët do t'i vjedhin njerëzve shqiptarëve të gjithë lekët që ata kanë, do t'i japin një kartë krediti dhe një aplikacion në telefon dhe do i thoni sa lekë ke ti dashur, unë kam $1 milion. Futi çik lekët këtu në bank, lekët do transferohen në Izrael dhe shqiptarëve do t'i japin vetëm një aplikacion që janë numra dhe kur të doj izraeliti ty ta mbyll aplikacionin dhe ty të shkoj gjithë mundi dhe djersa jote për gjesh. Pra Edi Rama ja ka dhënë gjithë Shqipërisë dhe më fundit që edhe ti e përmende, ishullin e Sazanit, ishull për të cilin shqiptarët në luftën e Vlorës të 1920-s, sikur përmend Ago Agaj në librin Lufta e Vlorës, u betuan mbi Kur'an edhe thanë ose do ta dëbojmë Italinë ose vdesim, dhe ja sollën Sazanin në Shqipërisë, ja fali shokut të Benjamin Netanyahu, zionistit Jared Kushner. Pra, Edi Rama i ka dhënë gjithë Shqipërinë këtyre dhe pyetës tënde pse po e bën ai këtë gjë? Për arsyeën e vetme, sepse ai është Manuel Noriega i Shqipërisë. Ai është kriminal, është hajdut, edhe bufi i di dosjet që ai ka në SPAK dhe ai ndorron se do bëhet Antonio Samoza i Shqipërisë. Ai i thot Benjamin Netanyahu, unë jam bir kurve, po jam biri kurvës tuaj. Dhe për personat që pan sjelljen jo verbale apo atë që quhet the body language, gjuha e fytyrës e Netanyahut, i sugjeroj gjithë shqiptarëve që ta shohin edhe një herë dhe me vëmendje fjalimin e Ramës në Knesset. Netanyahu shikonte ministrat e tij majtas edhe djathtës dhe i thoshte, e shikoni se çfarë bir kurve kam gjetur unë dhe i cili po na jep neve një vend të tërë që është Shqipëria. Dhe Edi Rama, që e pranon që është biri i kurvës, aty në Knesset i thoshte Netanyahut, ju merrte zëri, thoshte, po merret zëri, thoshte dhe po mdridhen këmbët. Sepse ai është një njeri i mbytur, i vdekur dhe që po i shet çdo gjë të Shqipërisë Izraelit, vetëm e vetëm që Netanyahu ka bindit Trumpin që mos ta largoj nga pushteti sikur Maduron, apo të paktën ta urdhëroj SPAK-un që mos ta shkatërroj dhe ta pusë në burg. Mirë, Olsi, e mbyllim këtu se dhe ora ka vajtur shumë. Kisha dhe unë disa gjëra për të shprehur disa mendime, por me qenë se ora, si që thash, erdhi drejt fundit, po e mbyllim këtu duke të falenderuar Olsi për mendimet e tua, dhe duke mbyllur me një kujtes që dua t'ju bëj atyre që ndjekin video tona, mos harroni subscribe kanalit që t'ju ndjekim ne ju dhe jo ju ne. Nga unë Alfred Sako, natën e mirë. Faleminderit Olsi.